ekran kemi drejtoreshën e arsimit të përgjithshëm të Kamzës, zonjën Ermioni Cekani, e cila ka ardhur së bashku me ekipin nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve të Republikës së Shqipërisë. Përshëndetje zonja Cekani dhe faleminderit që ju jeni midis nesh sot për të festuar dhe mbylljen e semestrit dhe njëkohësisht festat e fundvitit. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Ka qenë një nga vizitat e mia më të bukura dhe më interesante. Përveç punës time si mësuese dhe punës time si drejtuese e arsimit para universitar në Bashkinë e Kamzës, shpesh herë jam angazhuar në projektet e Ministrisë së Arsimit me mësuesit e diasporës. Dhe kjo është vizita e dytë që bëj në një shtet të huaj për të vizituar shkollat shqipe. Është ndryshe të dëgjosh për shkollat shqipe kur je në vendin tënd dhe ndryshe ti shohësh dhe ti prekësh nga afër, të jesh në kontakt me punën e mrekullueshme që ju bëni, po ashtu dhe me vështirësitë e mëdha që hasni për të realizuar qëllimin dhe misionin e madh që i keni vënë vetes tuaj. Ta hapësh një shkollë shqipe dhe ti mësosh shqip fëmijëve të emigrantëve tanë në vendet e huaja dhe konkretisht në Amerikë. Ka qenë një përshtypje shumë pozitive dhe një ngarkesë emocionale e paparashikueshme. Jam shumë e impresionuar dhe nga puna që bën ju si familje, jo vetëm Zoti Qemal dhe Zonja Kozeta, po gjithë familja Zylo. Në shkollë takuam dhe Valbona Zylon, e cila është drejtoresh e shkollës Al Balajf, dhe që bënte një punë të shkëlqyer. Dhe përveç punës si drejtuese, ajo ishte edhe mësuese. Ne dëgjuam një orë mësimi të mrekullueshme me fëmijët e asaj klase. Ka qenë një përvojë që shpresoj dhe besoj që do ta hapim dhe në shkollat e tjera të diasporës dhe në kuadrin e projekteve të tjera që ka Ministria e Arsimit për unifikimin e teksteve të nxënësve, si dhe për unifikimin e metodikave të mësuesve që punojnë në diasporë, kjo do të jetë një gur themeli i fortë për të përcjellë këtë përvojë në hartimin e këtyre teksteve. Unë do t'i përcjell Ministrisë së Arsimit sugjerimet e mia dhe mendimin tim për këtë vizitë dhe gjithashtu edhe një nga sugjerimet do të jetë që në grupin e punës për hartimin e teksteve të nxënësve dhe të mësuesve të jenë domosdoshmërisht pjesë e këtyre grupeve dhe mësuesit e diasporës, sepse nuk është një lloj si ti bësh tekstet duke qenë në Shqipëri dhe duke qenë si dhe mësuesit që punojnë këtu dhe i prekin nga afër të gjitha problemet dhe mënyra se si duhet dhënë gjuha shqipe i duhet mësuar këtyre fëmijëve që jetojnë në këtë vend. Në emër të gjithë teleshikuesve të televizionit Alba Live dhe i gjithë nxënësve të shkollës shqipe që ju i takuat, i përqafuat nga afër dhe biles ju latë dhe një detyrë që ta përhapin si reze dielli për mësimin e gjuhës shqipe që zhvillohet jo vetëm tek ne, por dhe në shkollat të tjera shqiptare që janë në Amerikë, dhe ne ju jemi shumë mirënjohës dhe gëzuar festat e fundvitit. Mirënjohës duhet ju jemi ne ju për punën e mrekullueshme dhe të shkëlqyer që bëni. Është një punë që do të ngelet ndër breza dhe ndër vite. Këta fëmijë sot janë të vegjël, por kudo ku të shkojnë, kudo ku të punojnë nesër, mbas edhe dikush mund të bëhet president, ashtu siç e kemi thënë vazhdimisht këto ditë, nuk kanë për ta harruar që gjuhën shqipe e kanë mësuar në shkollën Alba Life. Faleminderit dhe ju përkulemi mirënjohje për punën e mrekullueshme që ju bëni. Gjithashtu ju uroj të gjithë teleshikuesve, prindërve, emigrantëve dhe fëmijëve të tyre gëzuar festat e fundvitit dhe paçi sa më shumë suksese në të gjithë punët tuaja. Ju faleminderit zonja Cekani.